إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë në rëndësinë e rritjes së të rinjeve në adhurimin e Allahut Gjelle Gjelaluhu, për arsye se me të vërtetë kjo e ka një rëndësi të madhe që të rinjët të rriten në adhurimin e Allahut Gjelle Gjelaluhu, e veçanërisht në muajin e bekuar dhe të madh në të cilën gjendemi në to, ku posaçërisht në këtë dhjeçin e fundit të cilët jemi futur në to, me të vërtetë se janë ditët më të mëdha të rrugës së ndriçimit dhe lumturisë së çdo të riu tonit, edhe në përgjithësi edhe çdo të plakut tonit, I cili është plakur, ai duhet që të shton së më shumë adhurim për Allahun Gjelle Gjelaluhu, dhe ky I riu I cili dëshiron që të adaptohet edhe të frymëzohet, ky është muaji me të cilën në to frymëzohet me adhurim dhe në to kalitet në adhurim. Muaji I cili na e mëson adhurimin është muaji I bekuar I Ramazanit, muaji I adhurimit, që Allahu Gjelle Gjelaluhu e vlerësoi këtë muaj që robërit e Tij të fitojnë në ta e të adaptohen dhe të mësohen se si të qëndrojnë në adhurim të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Në dhjeçin e fundit të vëllezër me të cilën jemi futur, që nuk tolerohet që një musliman I ri, ai ende dhe në këto net më të vlefshme të cilat I kanë jetën e tij, nuk gjen net më të vlefshme për të fituar se sa këto 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, që nuk tolerohet njeri joni që ai dhe në këto net të I neglizhon dhe të flen. Nuk tolerohet një ashtu dhe në I plak I joni që ai të I neglizhon këto net dhe ai të flen. Sikur që nuk I neglizhoi më I dashuri I njerëzimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili tha Aisha radiallahu anha, hadithin që transmeton Imam Muslimi dhe Imam Buhariu, tha ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai I cili jepte përpjekjen e madhe në muajin e Ramazan. Pse pejgamberi Allahut ta jep këtë përpjekje o vëllezër? Pse ta jep gjithatë mund? Dhe pse të mundohet në muajin e Ramazanit për ta shfrytëzuar këtë muaj kaq shumë? Edhe kur futej tha 10 shi I fundit, tha ai e jepje përpjekjen e madhe të tij. Edhe nuk ndalej duke u munduar të adhuron Allahun Gjelle Gjelaluhu në këtë dhjeçin e fundit. Derisa transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Aisha radiallahu anha, e cila tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ishte kur futej ky dhjeçi I fundit të vëllezër, tha shadda mi'zarahu, e shtrëngonte rrypin e tij, wa ayqadha ahlahu wa ahya
lejlehu. Ishte ai I cili dhe I zgjonte familjen e tij, edhe I ngjallte natët e tij. Kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili I kishte mëkatet e të kaluarës, të falura dhe ato të ardhmes. Ai bonte adhurim kështu, dhe ai I shfrytëzonte këto net kështu, a kurse na, për fat të keq, sikur na e kemi të siguruar xhenetin, dhe sikur na jemi më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e as që e prishmi gjumin për me ardhë me bëj ibadet në këtë dhejtshin e fundit. A nuk është tur për ne o vëllezër si musliman, të jetojmë me një vend ku ndriçon xhamia yte me ibadet, e ti të vesh ftyrën tonë dhe në jastikun tënd, në momentin kur të tjerët fitojnë e ti ja ke futur gjumë. Pejgamberi Allahut shtërëngon të rrypi, edhe shokët e ti shtërëngonin rrypin për të shfrytzuar këta net. E zgjonte edhe familjen e ti. Pse të I zgjon familjarët e ti, o vëllezër? Për arsye se nëse e don familjen tonde, e zgjon dhe atë dhe gratë dhe motrat dhe vëllezrit dhe djemt dhe të gjithë dhe rinia. Nëse nuk shfrytëzon këtë natë, të cilët janë natët më të vlefshme, kur do të shfrytëzojsh atëherë? Nëse nuk I mbush bagazhet e tua me mirësi dhe me vepra të mira, kur do t'i mbushish atëherë? Nëse nuk fiton në këto net, nëse nuk e kap natën e Kadrit në këto net, kur do ta kapish atëherë? Kur e arrin atë vlerë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam porositi që të kërkohet në netët tek në këtë dhjeçin e fundit mas shumti, përse në kërkim të natës së Kadrit, që ta kapat natë pejgamberi Allahut me familjen e tij, e zgjonte dhe familjen e tij. Derisa transmeton Imam Buhariu nga Ummi Seleme radiallahu anha, e cila tha se një herë u zgjua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I trishtuar, duke thonë: Subhanallah, çfarë zbritje të fitneve sonte kanë zbritur, dhe sa depu janë hapur për fitne sot. Zgjoni pronaret e dhomave. Ato ishin gratë, bashortet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Zgjoni për të bërë adhurim natën për të u falur. Dhe tha pejgamberi sa me rubbe kasiyetin fi dunya, ariyetin fil akhirah. Ndoshta shef këtu në dunja e mbuluar e mirë shumë në rregull, tha po në ahiret shumë vetë do t'jenë të zhveshur, të mbuluar me vepra të mira, të mundohemi edhe të fitojmë sa ma shumë, tha Ibn Rajab rahimahullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai që në dhjeçin e fundit të Ramazanit, o vëllezër, tha ai nuk e linte asnjë të familjes së tij që kishte mundësi që të falë namaz natë pa e zgjuar atë, për të bërë ibadet dhe për të shfrytëzuar në këtë dhjeçin. Nëse nuk shfrytëzojmë këtu, kur do të shfrytëzojmë? Nëse I riu jon nuk merr mësim dhe nuk adaptohet në këtë dhjeçin e fundit, kur do të adaptohemi me adhurim? Kur do të rritemi me adhurim? Si dëshirojmë që na të rritemi në adhurim, edhe të kalojmë jetën dhe të kalitemi në adhurim të Allahu xhel xhelalu, nëse nuk e merr pjesën e cila është stërvitse, që të stërvit dhe të ndriçon në këtë çështje. E ajo padyshim se është rruga në të cilën jemi, në rrugën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë shokët e tij të cilët e pasuan në këtë pikë. Dhe se kjo ishte edhe e gjithë shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata të cilët e vepronin në vëllezër. Shokët e pejgamberit Allahut ishin ata të cilët qëndronin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Para Jubair ibn Nufeir, I cili tha se Abu Dharr radiallahu anhu na ka treguar se na të bonte, tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e ngrinte familjen e tij, e të bonte familjen e tij dhe neve shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe tha nuk u ndanim nga namazi I natës derisa kishim frikë të na ik edhe si fyri. Abdullah ibn Abu Bekri radiallahu anhu tha kam dëgjuar babën tim duke thonë se u të bënim dhe aq shumë bënim namaz natë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur ishin atë kohën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, derisa tha kur kthenim në shtëpi në si fyr nga friga, tha na I shpejtonim ato shërptorët që të na përgatisin ushqimin nga friga se mos na ik si fyri. A na ku jemi? Në çfarë gjendje jemi? Çfarë gjendje është rinia jonë? Çfarë gjendje janë bashkëshatarët tonë në këtë dhjeçin e fundit të vëllezër? A la mendojmë se a është mirë të bëj ibadet apo është ma mirë të flej? A është mirë të punoj apo se është 10 net, 1, 2, 3, 10 u kryn, pastaj bën çka të duash. I e I lirë, a fal namaz natë, a fal namaz dite, a bën adhurim, I e I lirë pastaj. Namazin e natës të vetmen që e ki, shancën me fal me xhamat në xhami është në këtë dhjeçin e fundit. Është në muajin e Ramazanit. Dhe kjo nëse neglizohet,
kur ndriçim atëherë dhe kur përmirësim për ne o vëllezër. Shokët e pejgamberit Allahut ishin ata të cilët tha Omeri radhiyallahu anhu i pa të dërguar Ubej ibn Ka'bin dhe Tamim ad-Dariun për të i falur njerëzit në Ramazan. Sidomos që ato t'ju kryejnë ibadet natën me 11 rekat të tyre ta lexonin nga 100 ose 200 ajete. Derisa tha njëri prej shokëve të pejgamberit sa më tha, "Kunna na'tamidu 'ala al-asa." Tha na u mbështetnim në shkopin tonë dhe njëri prej nesh nga zgjatja që e zgjatë namaz, "Wa ma kunna nansarif." E as që u largonim nga namazi. Ishin njerëz të cilët dëshironin që të shpëtojnë, edhe të veprojnë, edhe pse e zgjatë të imumi. Nuk ishte problemi të e zgjatja sa problemi i mundit të nefsit të ti që të fiton në atë mund. A neve pak me na zgjatë na ikim i zbrasim edhe xhamia, t'i lojmë të gjitha. A është në rregull prej neve si musliman në këtë dheshin e fundit ta kemi hallin kështu o vëllezër? A është në rregull prej neve në përgjithësi edhe për rinin tonë në veçanti? Kjo nuk është rregull asesi, për arsye se për të qenë në formën më të mirë, të livdëruar që Allahu xhallahu na ka livdëruar, ishin ajo shtresa më e lartë që ishin çokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që Allahu xhallahu i cilësoi në Kur'an dhe tha: "Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Ishin ata që shumë pak flenin natën, e nëse fyr bonin istighfar. Bonin istighfar sikur kanë bërë mëkate tan ditën. Në as istighfar, as namaz natë, as ibadet, edhe s'na bjen mend as istighfar me kërkuar Allahu xhallahu. A mos vallë na mos e kemi kaluar 24 orëshin ton pa mëkate që e kemi marrë këtë siguri? Me të vërtetë vëllezër se është një fatkeqësi e madhe në mesin ton që na mos kemi interes a musliman. Që gjithë të argumente janë për të interesuar për të bërë ibadet. Derisa nga tabinët e ndershëm shtresa me njëherë pas sahabëve e llogaritnin veten që nuk janë ehël të këtij ajeti. Qais ibn Ahnaf rahimahullah tha Qatada, tha njëherë kur e lexoi ajetin e Allahu xhallahu se ishin në natën që nuk flenin vetëm se pak dhe bëshin istighfar nëse fyr, tha wallahi lastu bi ahli hadhihi al-aya. Unë nuk jam pronari këtij ajeti, s'jam pjesëmarrës në këtë ajet siç e shoh. Pak kanë fletur natën, e pse mos t'jesh pjesëmarrës, nëse tabiiu i ndershëm s'ka qenë pjesëmarrës, a na jemi? Që ato vazhdimisht adhurim kanë bërë, por e llogarit të veten se shumë pak është duke bërë për Allahun xhallahu. A na një vepër me bë, një sadakat vogël me dhon, krejt dunjon e mbushin ball kanë bëmu. Një aci e fal me xhamat, tjera s'ka nevojë, taravin e kthen te shtëpia, s'kam nevojë. Ja fut gjumë se falë namaz nuk e ka der pse balli kamun. Mjafton se na kemi dhe punë dhe jemi të angazhuar, po këto argumente të cilët erdhën, a nuk i sjellë Allahu xhallahu? A nuk i livdroi Allahu xhallahu? A ishin njerëz që nuk kishin punë dhe nuk kishin të angazhuar? O vëllezër, me të vërtetë se na duhet të jemi nga ata të cilët mundohemi që të cilësohemi me këto cilësi. Bëj një pyetje vetes tonë. Pse nuk jam pjesëmarrës në dhetshin e fundit në adhurim të Allahu xhallahu, në ngjalljet e netëve, sikur që i ngjallte pejgamberi dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë se kjo është nga keqardhja e them se na duhet që të ndryshojmë gjendjen tonë edhe të flasim vazhdimisht, mirë po kur do të veprojmë? Argumentet i dim dhe i ndëgjojmë, kur do të përvelemi me vepru? E veçanërisht mos na ikin që ky dhëçi i fundit që është shumë i vlefshëm. Lutim Allahun xhallahu që Allahu të na udhëzon drejt rrugës së tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li. Alhamdulillahi al-ali al-a'la was-salatu was-salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, tha Uhayb ibn al-Wardi rahimahullah: In istata'ta an la yasbiquka ila Allahi ahadun faf'al. Nëse ke mundësi që mos të ta tej kalon dikush për të Allahu xhallahu, veproje ata. Nëse je që t'jepet mundësia të garojsh për të Allahu xhallahu, bëhu i pari. Dhe kur mos e neglizhove veten tonë. Kështu ishin shtresa më e lartë në ato të cilët na vetëm treguan për shembuj se si ishin ato në Ramazan dhe jashtë Ramazanit.
shembulltyr ndriçuese e frymëzuese për rinin ton dhe për gjithë nasi musliman. Të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë ata shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tabiinët të cilët e kishin dert nëse dikush ja ka shkuar më shumë për te Allahu xhelle xhelaluhu. Për atë njeri i tha Malik ibn Dinarit, tabiinët të ndershëm, i cili kur i thanë se sikur e pash një ëndër se thirrte një zop për të ngritur, për të shkuar në ditën e gjykimit, për të shpëtuar dhe për të afruar te Allahu xhelle xhelaluhu, për të futur në xhenetin e Allahu xhelle xhelaluhu, tha nuk pash dikan i cili kaloi përveç Muhammed ibn Wasi. E kemi përmendur, e kemi treguar Muhammed ibn Wasi në dersën të cilët e kemi çtuar në dillën. Kush është Muhammed ibn Wasi, tabiiu i ndershëm i madh me veprat e mëdha të tij. Kur ndëgjoi Malik ibn Dinari, filloi të qanë, tha nuk mundnim ta ndalim, si mundet që me të vërtet burr i madh që ta kalon ditën më të vështirë. Dhe një ashtu, shërbëtorja Omer ibn Abdulazizit e pa një ëndër një ditë dhe ja tregon Omer ibn Abdulazizit rahimahullah duke i thonë, e pash një ëndër, oj ma më pris, sikur në ditën e gjykimit ushtrua rruga e Siratit apo ura e Siratit mbi xhehenem. Dhe poshtë tha zjarri i xhehenemit duke i gëlltitur njerëzit, duke i marrë. Dhe pastaj të pashty, kur i tha të pashty, i rat fikë Omer ibn Abdulazizit o vëllezër. Duke e pas frikën se mos valle ka po në ëndër dhe ky duke u fut në xhehenem. Dhe duke e gëlltit zjarri i xhehenemit. E për atë tha i rat fikë nuk mushem ta zgjoj. Tha shkova te veshi duke i brit dhe duke i bërtit duke thonë, oj mam të pasht vetmin ty që kalove nga ura, oj mam të pasht duke kaluar, nuk e pata qëllimin që ty nuk të kam pa që ke shpëtuar. E këto e kishin këtë dertë të vlezër, atë na as pak dertin e shpëtimin. Muaji me të cilën Allahu xhelle xhelaluhu në ka porositur fastabiqul khairat, garoni në të mirat. Mundohu që ti shfrytëzosh të mirat. Mos ja ban qefin vetit ton edhe në që këtë dheqin e fundit. Shumë pak na kanë mbetur për të fituar e për të arritur kulm të madh të mirësive. E veçanërisht rinia jonë, që këto janë mësime, edhe po ashtu posaçërisht dhe pleqët tonë, të cilët kohën e kanë shumë të kofizuar për të bërë ibadet, ato ma pak interes. Në vend që të qohen natën bërë ibadet, ai ma pak interes se sa i riu. I plaki duhet ma shumë të shton interes për të i qëndruar Allahut në sejdë. Edhe pse nuk kije mundësi, edhe pse shëndeti nuk të ndëgjon, por kije mundësi, tepet mundësia, çu dhe bën ibadet natën. Eja dhe prezento që në të nga kaplon Allahu me mëshirën e tij, se nuk dihet në cilën natë dhe në cilën moment Allahu xhelle xhelaluhu të të shikon me synin e mëshirës, e ky është muaji i mëshirës që Allahu xhelle xhelaluhu të na i fal gjitha mëkatet e të na shpëton nga zjarri i xhehenemit, qafat e tona. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na mundëson shfrytëzimin e këtyre netëve deri në fund, dhe Allahu xhelle xhelaluhu nga mëkatet e tona Allahu të na fal. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal qafat e tona nga zjarri i xhehenemit të liron. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salam.